Presidenti Amerikan Donald Trump I ka vendosur Vladimir Putin një afat prej 2 javësh për të ndaluar luftën në Ukrainë, duke e paralajmëruar se nëse nuk arrihet një armpushim, SBA do të reagojë shumë ndryshe. Kjo deklaratë vjen në një kohë kur Rusia ka përshkallëzuar ndjeshëm sulmet në Ukrainë. Gjatë një prononcimi në zyrën ovale, Trump u shpreh se brenda 2 javëve do të bëhet e qartë nëse Putin ka vullnet për të ndalur luftën. Ai nënvizoi se reagimi amerikan do të ndryshojë nëse Moska vazhdon të injorojë thirrjet për paqe. Do të zbulojmë shumë shpejt nëse Putini po na përgjon apo jo. Nëse po, përgjigjja jon do të jetë shumë ndryshe, tha ai, duke shtuar se ishte thellësisht I zhgënjur nga sulmet e fundit ruse. Prej disa ditësh, Trump ka postuar komente të ashpra ndaj liderit rus në rrjetet sociale, duke e quajtur atë tërësisht të çmendur dhe duke paralajmëruar se po luan me zjarrin. Këto deklarata pasqyrojnë një zhgënjim në rritje të presidentit amerikan pasi përpjekjet e deritanishme për një zgjidhje diplomatike kanë dështuar. Edhe një telefonat e gjatë mes Trump dhe Putinit, që fillimisht u vlerësua si shumë e mirë, nuk solli përparim konkret. Për momentin, paralajmërimet e Trump nuk kanë pasur ndikim të dukshëm mbi Kremlinin, I cili vazhdon të injorojë kërkesat amerikane. Kjo e lë të hapur mundësinë e një përshkallëzimi të qëndrimit amerikan në javët në vijim.